food for the soul. Si që keni kuptuar së fundmi jam të i bërë review vetëm vendeve që unë kam kanë një herë dhe më kanë super pëlqyer. Edhe një prej tyre është Retroja që në fakt njihet për koktejle, për net të verës me muzikë live, domethënë gjithmonë na njoh për këtë gjatë deri vitin e fundit që kanë vuar dhe sushi. Vendi është në mes Shkodrës, në pedonale, është kollaj aksesueshëm, ka një ambient super të bukur si brenda si jashtë, edhe një menu ekstrem të larmishme. Gjithsesi unë sot vendosa me provu gjana të reja që janë summer edition, edhe pse zemra e mendja mbritet e sushi që kam provu herën tjetër. Por nuk e disha ç'a isha të provu. E me qëra fjalët e net live të shtunën kanë me bën një natë me muzikë live greke, si që ka hierë. Për appetizers mor me këto karkaleca që u shërbeshin në gotë koktejlit, o zot çfarë ide geniale. Edhe sipër kishin një salcë bombastike. Gjithashtu baobanc me fileto viçit, avokado edhe një salcë super të mirë, kombinimi bomb. Ndërsa sushit i mor me prej kategorisë tropikale. I pari ishte Tropicana roll me lule shtryj dhe portokall dhe salcë teriyaki. I dyti ishte exotic kiwi edhe nuk di ç'a më u than. Nuk di domethënë unë që mendova se mami kishte ndal videon. Tjetri as sexy strawberry, që ishte i fërgum, kishte gaforre, krem djathi, whipped cream edhe lule shtryve. Një balancë perfekte. Me që mor me tan sushit e menu speciale të verës marr, thash po provoj edhe fish and chip, që ishte fix siç duhet me ka një fish and chip. Pa shumë mënyrë edhe me salcën e freskët. Edhe ajo që ja vuni kapakun tanave. Pa shoqë s'pa kanë të mirë këtë Retroja. Unë jam shumë skeptike për pastat, por i mora vetëm sa me provu cilësinë dhe nuk shkënjeta. Dhe për fund krem bruleja me finesën e saj, që është shumë delikate dhe mbyllja perfekte. 100.000 lekë produkte vetëm për i gjysore të Beauty Fairy, edhe rini deri në fund për me pasi që kam bërë. Ashtë hera parë që shkaj në Beauty Fair me kanë drejten, edhe kishin ba oferta të çmendme, nuk e dia i bajnë të këtë vit, por jam mrekullues. Gjithsesi e dini që ku ka ulja është sinde, që kam banamin si gjithë. Ishin të udhana o gjana falës të Beauty Fairy mystery boxes nga nuk ja relata. Ditë të mërshme me shi. Po zot çfarë uljesh kishte, nuk di me ju a shpjegu, domethënë kam harxuar 100.000 lekë, por kam blisur për shumë gjana. Beauty një herë. Kjo është CC Creamy perfumi jemi edhe i mamit për mamin. Mora këto, sa të mirë kishin dal. Unë kam dark cookie, kam edhe një tjetër me pistachio, gjithashtu edhe me vanilje, i kam gati tana. Kjo kishte të shumë i mirë. Se kana produktet e Seoul, që është kjo, edhe të skin 1400 ishin 10.000 lekë, ndërkohë që unë la lesht herë tjera. Është retinoli, por ma i fuqishëm sa i tjetri. Geek and Gorgeous 10.000 lekë. Gjithashtu këto ishin bashk. Pas kanë vu një tester. Salted Spirit. Dy gjelna për vetulla. Provova bile këta. Majt baja gjithë qume. Jam basi me pasal për i qmenijet. Sa jam penu për Black Friday. Kam dash me e ble, ka kënë 13.000 lek. Edhe ma ne u ba 25, obviously. Edhe unë s'le e ble 25 sepse unë të pres uljet. Edhe e ble 10.000 lek. Cleansing milk, dhe me thonë në traj qumshtit që ta hek make-upin o zotu të shmena u tërboba. Kjo ishte Dora Parzat, nga që s'kam ku me i bajt, shkaj prapë. Disa perfume testera, shumë testera. Këtë me lipozome që unë e kam, këto kam kushtu 59.500. Kam blejt tang të gjana, vetëm kjo ban 18, vetëm kjo ban 25 zakonisht. Pritni ma se kam prap! Kam të dyja që jam të menu për dhurat, janë për njës që dojnë kafen. PR Box, blushet të Heanit. Këto do ju atestojnë, thank you shumë Beautenit. Vazhdojmë të tjera, The BB Pharma, Coconut Water që u ba viral për mundësi. Unë fakt jam zi për i dilit, nga që kam ikë në Austri edhe nga që kam lyf flok të kështu, du që me dalë enzime kompleta dhe në fëtyra gjithkon. Kështë stërës që janë këta, në thonë drejtën e shpirtis dia kanë harrua, po ma kanë matë. Ky bate 16.000 lekë për 20. Fundit, por jo garancia. Që pas kanë vu këta marrë këto? Këtë Nux është. Mora këtë Nuxin, kam edhe floralin. Isha shumë e pas edhe këtë Eren këtu, kështu që e mora me dziza për verë që me kanë shining. Ekstra me pas kam pru këtë qantën. Të ka kushtu 33.000 lekë. Pisu gjanat për shumë të ajo e plazhit. Se dita, kur i fute se pash? Shumë nice. Më pyten edhe për tipin e rekur, sepse doshim më danë disa testera. Këtë video me hell në korale, sepse kam hell, se po mi maroni të në gjanat. Me shku nështë me bazë tokën tjetër të Beauteni. Bye! Më ka thënë si bare krafu cash në hotel. Ju përshëndes me gjendjen e gjithmonshme kur shkoj te Basilika. Ajo pjesa me hotelën ishte sepse ngjyra e flokëve kishte dalë si në hotel dhe për një atë nuk kujtuaja menja. Për te shakave vajzat që punojnë aty janë thjesht mrekulli, nuk di më as shpjegu. Nëse, këtë radhë më ishin hap flokë shumë, më kam pëlqyer tepër shumë, por kisha kështu si me experience. Gjithsesi ishin pa 2 muaj qysh nga dekolorimi dhe normalisht floku ka nevojë më ngop disa herë me bojë që më e marr tamam atë ngjyrën perfekte. Basilika njihet për realizimin e ngjyrave siç i dante by the way shifni këto kaçorrela që i kishte basa i vajzës. Oh
my god. Edhe çdo lloj foto, ndaç Pinterest çdo gjë, ta dini që keni më dal identik njësoj si te fotoja. Nuk e di si e ban, nuk e di si e realizon, rëndësi ka që unë dal gjithmonë identik me të njëjtin flok siç kam kërkuar. Edhe një gjë që më ban çudi është fakti që kanë super shumë punë, por njëkohësisht të rrin tankuan mi kry edhe pse kanë shumë punë. Domethënë, nuk është se ta vënë bojën kry dhe mandaj kryve, por vazhdojnë ta masazhojnë, ta shohin si është hap, edhe ta shohin nëse ka nevojë për retouch etj etj. Edhe kjo është një gjë që unë e vlerësoj shumë sepse robi nuk i lyn për çdo muj flokt. Mos më shihni mua, domethënë se unë jam haxhi pishmane. Nëse vu me koktelin e bojnave, unë kisha qef rajën me pas pak më tërë që mos më duhet të me shku tankuan për me retouch. Vu me një mas për shnetin e mateshëm të flokëve dhe vazhdume me premjen. Kush është tjetër si unë që nuk e lën për kërë mi për smart, thjesht kam qef që Vasilika me mi prek se e ka dorën shumë të marr. Këtu isha të pasë bukur kishin dal fix toni që deshta, ngjyra që desha. S'kisha qef më ersu shumë sepse është verë dhe shihni sa bukur duken jashtë.